Por vjen një moment që Musa alayhi salam ishte ngritur para popullit të tij dhe po i fliste për ditët e Allahut, po i fliste për begatitë dhe të mirat e Allahut, po i fliste për atë që i premton Zoti xhaleshanu, po i fliste për ditën e gjykimit. Edhe aq shumë po i fliste saqë zemrat po prekeshin e dikush për tyre lotonte. Ngrihet një vajzë dhe fillon duke ulërit dhe duke qajt me të madhe. Qanë me të madhe edhe ulëret thot është padrejtësi derisa të roqë vëmendjen e gjithë pranishve. Pra ishte një inskenim, ishte një skem prej skem zullumqari. Dhe thot Musa a.s. hajde, thot o motër, thot afro, thot qa problemi ka? Thot simër qa problemi ka, thot. Nuk të vjen turp, thot që del për para gjithë njerëzve, subhanallah. Nuk të vjen turp, thot del para gjithë njerëzve, ndërkohë që ti ishe që bërë imoralitetin me mu mbrëm, thot. Em ke keq trajtu, em ke bo, em ke ashtu, ngeli Musa a.s. Vetëm këtë se kishte mendu në i herë që mund dilte dikush, pikrish në këtë moment që po fliste për Allah, Musa a.s. qa mund thoshte? A bote pun fjala aty shiko se ti po gënjen se s'po thua si qa mund thoshte? E kuptoj që ki ishte moment sprove. Atëherë i thot, mirë thot, dakor, do ta sqarojmë këtë gjë thot. Vetëm thot, mle thot fal 2 rekat për Allahun tim. Qa të bote, kujt mund t'i kërkote ndihmë dhe kujt mund t'ju mbështeste përveç Allahut xhaleshanu. Dhe i drejtohet Allahut madh dhe i thot, o Zoti im, thot, e ty jam mbështet, thot, nuk kam ç'a të bëj, ty ta kam lënë dorë, o Allah. Nuk ishte shumë, pra nuk deshi shumë, sa të mbaroj faljen, e ngrehet edhe i thot, të kërkoj, thot, në emër të atij që ka kriju qetë dhe tokën. Ja ku janë gjithë njerëzit, thot, në emër të atij që ka kriju qetë dhe tokën, thot. A unë, thot, kam qenë, a i, thot, që po fol, që po thu. Subhanallah, kush i ka ndorë zemrat? Kush i ka ndorë shpirtrat? Kush e bën njeriu me folë se kush ja merr të folme? Kush ja bën njeriu me pa? Kush e bën njeriu pra që të jetë njeri i mirë ose ta orientojë tek e mira, ose sikur të dunë e gjithë bota me të bëjë keq, po nuk ta ka caktuar Allahu xhaleshanu, nuk ka për të ndodhur. Sikur të dunë gjithë bota me të bëjë mirë, me të ngrejtë e me të majtë peshë, po s'ta pa caktuar Allahu xhaleshanu, nuk ndodh. E subhanallahu il adhim, janë ndron Allahu xhaleshanu zemrën gjithë njerëzit siç ishin, tha jo, tha ti je i ndershëm, tha. Por se unë, tha, u bëra pjesë sot e një skeme, thot, dhe u përdora, thot, nga Karuni, thot, ka pagujt, thot, tonelatat e florive, ka pagujt, thot, thesaret e tij, thot, vetëm për këtë skem, thot, që me të prish punë ty. Dolin pa e vërteta.